Një tjetër mister I fshehur thellë mes kodrave të Washingtonit lindor filloi të dalë sërish në sipërfaqe. Një humnere pafund për të cilën flitej si një kalim drejt fenomeneve paranormale. Kamera u ulën ngadalë poshtë dhe shumë shpejt u përpi nga errësira. Vetë humnera e njohur si vrima e Melit, studiuesit u mblodhën rreth ekranit me syt ngulur dhe frymëmarrje të ndaluar. Në fillim pamjet dukeshin krejtësisht normale, muret e errta dhe të lëmuara që zbrisnin poshtë duke krijuar ndjesinë e një miniere të pafund. Asgjë pa zakont. Por më pas, diçka ndryshoi. U shfaq një shtrembërim. Konturet filluan të deformoheshin. U dëgjua një tingull. Duart filluan të dridheshin ndërsa pamjet ktheheshin pas, sërish dhe sërish. Ajo që pan sfidonte logjikën. Ajo që dëgjuan u futi të ftohtë deri në palës. Gropa nuk ishte thjesht e thellë. Ishte diçka krejt tjetër. Diçka e gjallë. Për shumë vite, qeveria mohoi ekzistencën e saj, por tani kishte prova të pamohueshme dhe bota nuk ishte gati për këtë. Kur e zbuluan këtë vrim, vrima ka qenë gjithmonë aty. Ne kemi punuar prej disa vitesh dhe legjenda e vrimës së Melit filloi me një telefonat. Më 21 shkurt, 1997, një burr me emrin Mel Waters telefonoi emisionin radiofonik Coast to Coast, një program natë I njohur për diskutimet mbi fenomene të pashpjegueshme. Në bisedë me prezantuesin Art Bell, Mel ndau një histori që shumë shpejt do të shkonte përtej kufive të radios. Ai pretendoi se në pronën e tij, në zonën rurale pranë Ellensburg, Washington, ndodhej një grope e çuditshme me thellësi të paimagjinueshme. Aq e thellë se që sipas tij nuk kishte fund. Mel theksoi se nuk ishte I pari që dinte për të. Sipas tij, kjo grop kishte ekzistuar aty prej shumë brezash. Fisët indigjene vendase e quanin vrima e djallit dhe e shmangnin plotësisht, duke konsideruar të mallkuar dhe të mbushur me forca binatyrore. Legjendat thoshin se çdo objekt I hedhur brenda zhdukej përgjithmonë dhe nuk kthehej kurrë. Me kalimin e kohës thashethemet u shndruan në pëshpëritje, por për banorët lokal gropa mbeti një mister I pazgjidhur. Për dekada njerëzit e zonës e shihnin si diçka të çuditshme, por të dobishme. Fermer, pronar ranchesh dhe banor të zakonshëm e përdornin si vend për të hedhur mbeturina, pajisje shtëpiake të vjetra, mobilje të thyera, skrap. Pavarësisht se sa shumë mbeturina hidheshin, gropa nuk mbushej kurrë. Në një moment Mel vendosi të zbulonte sa e thellë ishte në të vërtetë. Ai mori pajisje peshkimi, lidhi një peshk prej rreth gjysmë kilogrami në fillim, e peshkimi dhe filloi ta ulte në humner. 30 metra, 300 metra, më shumë se 1.5 kilometra në thellësi. Filli vazhdonte të zbriste pa asnjë rezistencë. Pastaj Mel hidhi disa bombina bashk duke I lejuar peshës të zbriste gjithnjë më poshtë. Kur më në fund kontrolloi me një matës mekanik u trondit. Mbi 15 milje fill, peshkimi ishin zhdukur në grop dhe fundi ende nuk ishte arritur. Për ta konfirmuar eksperimentin, Mel lidhi në fill një paket karamelesh duke arsyetuar se nëse kishte ujëra brenda, ato do të shpërbëheshin. Kur filli u tërhoqën prapsht, karamelet ishin plotësisht të paprekura. Kjo do të thoshte se gropa nuk ishte e mbushur me ujë. Nëse matjet e Melit ishin të sakta, thellësia e vrimës te kalonte çdo gërmim artificial të njohur. Përfshir gropën super të thellë Kola në Rusi, e cila shkon vetëm 12 kilometra në thellësi të tokës. Gjeologët këmbëngulnin se diçka e tillë ishte e pamundur. Presioni dhe temperaturat në ato thellësi do të shkatronin muret, do të shkaktonin shembje ose të paktën do të linin gjurmë të qarta gjeologjike. Por Mel këmbëngulte, llogaritjet e tija ishin të sakta. Dhe nëse ishte e vërtet, atëherë vrima e Melit shkelte çdo ligj të njohur të fizikës. Shumë shpejt njerëz me kostume mbrojtëse filluan të shfaqeshin pranë gropës. Mel kuptoi se nuk kishte më kontroll mbi tokën e tij. Në fillim vetëm shenja të çuditshme, gjurmë gomash të panjohura në balt, shenja çizmesh të rënda ushtarake. Por situata u përshkallëzua shpejt. Një mëngjes, ndërsa po shkonte drejt pronës së tij, Mel u ndalua. Nuk ju lejua të afrohej. Zona ishte rrethuar nga njerëz me kostume mbrojtëse të verdha. Ata nuk treguan asnjë dokument, duke thënë se hyrja ishte ndaluar për shkak të një rrëzimi avioni në afërsi. Por Mel e dinte se kjo ishte gënjeshtër.
Në gjithë vitet që kishte jetuar aty, ai nuk kishte parë asnjë cobës avioni, asnjë shërbim shpëtimi, asnjë lajm. Më vonë ndodhi diçka edhe më e errët. Një grup njerëzish me uniforma ushtarake së bashku me një zyrtar civil ju afruan një marrëveshjeje. Nëse Mel do të largohej menjëherë nga SBA-ja dhe nuk do të kthehej kurrë, ai do të merrte $250,000 në vit për gjithë jetën. Nëse refuzonte, Elan të kuptonte qartë se jeta e tij do të bëhej padurueshme. Një nga zyrtarët la të kuptoj hapur se një laborator ilegal droge mund të zbulojë shumë lehtë në tokën e tij, mjaftueshëm për ta futur në burg për dekada. Zgjedhja ishte e qartë: merr paratë dhe zhduku ose përballu me pasojat. Pak kohë më pas, Mel Waters u zhduk. Telefoni i tij heshti. Shtëpia e tij u gjete braktisur dhe më pas u zhduk edhe toka. Prona ku ndodhej vrima u konfiskua nga qeveria. Arsyeja zyrtare nuk u dha kurrë. Dokumentet e pronësisë u zhdukën. Zona u mbyll plotësisht dhe u ruajt nga patrullat armatosura. Edhe më shqetësuese ishte ajo që u vu re në imazhet satelitore, dukej sikur vetë parcela ishte fshirë ose ndryshuar. Në vitin 2002, 5 vjet pas historisë së parë të Melit, një grup studiosish amator vendosën ta kërkonin vetë vrimën e Melit. Rruga e çoi në përpyet e Kittitas, County, Washington, por pavarësisht hartave të vjetra, vrima nuk gjendej askund. A ishte mbushur? A ishte shkatruar? Apo ishte fshehur? Pas disa kohë studiosit u kthyen sërish, këtë herë me kamera dhe pajisje moderne. Duke u mbështetur në intervista të vjetra, dëshmi gojore dhe të dhëna satelitore, ato eksploruan zonën pranë Manastash Ridge dhe më në fund zbuluan një pjesë toke të çrregulluar, ndryshe nga rrethina, toka duke e zbrazët, jo natyrale. Filluan të gërmojnë. Pas orë të tërash, zbulon një hapje të veshur me kurr, pikrisht siç e kishte përshkruar Mel Waters. Kamera ul sërish poshtë, në fillim gjithçka dukej normale. Muri ishte me gur të lëmuar, mungesë lagështie dhe bimësie. Por rreth 1000 këmbë të thellë, temperatura ra papritur dhe instrumentet filluan të keq funksiononin. Në 300 këmbë, kamera regjistroi një dritë të zbetë pulsante, ndryshe nga çdo reflektim apo dritë natyrore. Ajo ndisej dhe fikej me një rregullsi friksuese, sikur po I përgjigjej një ritmi. Pastaj, një hije kaloi para ekranit, duke mbuluar plotësisht dritën për një çast, përpara se të zhdukej. Pamjet ngritën më shumë pyetje se sa përgjigje. Çfarë do që fshihej në vrimën e Melit nuk ishte iluzion dhe as gabim teknik. Shtrembërimet, tingujt e çuditshëm dhe lëvizjet në thellësi tregonin diçka përtej të kuptuarit normal. Teoritë nisën të përhapeshin menjëherë. Një nga më polemikat thoshte se vrima e Melit nuk ishte formacion natyror, por pjesë e një projekti sekret qeveritar. Reagimi I autoriteteve, konfiskimi I tokës, zhdukja e Melit dhe cenzurimi I imazheve satelitore vetëm sa I forcuan dyshimet. Më vonë, Mel kishte folur edhe për një vrim të dytë në Nevada, për një eksperiment të tmerrshëm me një dele që vdiq pa asnjë plagë të jashtme për një embrion të çuditshëm me lëkurë gri që u shërbej në copë dhe për një kristal misterios. I ftohtë si akulli, që digjej me flag blu pa u konsumuar. Skeptikët I hodhën poshtë këto pretendime si trillime, por pyetjet mbeten. Nëse vrimat ishin të krijuara nga njeriu, kush I ndërtoi dhe pse? Nëse ishte natyrore, çfarë force I bëri të silleshin kështu? Dhe nëse ishte diçka krejt tjetër, çfarë fshihej në thellësinë e tyre? Pas telefonatës së fundit në vitin 2002, Mel Waters u zhduk pa lënë gjurmë. Askush nuk e pa më kurrë. Emri I tij u fshi nga regjistrat. Qeveria vazhdoi të mohonte edhe vetë ekzistencën e vrimës së Melit. Edhe sot, studiues, dokumentar dhe entuziast të paranormales kthehen në zonën e Manastash Ridge me shpresën për të gjetur përgjigje, por kthehen duar bosh. Gjithçka që mbetet janë pamje të çuditshme, regjistrime audio shqetësuese dhe një histori e ngrirë mes realitetit dhe trillimit. A ishte vrima e Melit një anomali e vërtet, apo thjesht një legjendë urbane e frikshme e lindur nga imagjinata njerëzore? Ndoshta e vërteta ndodhet diku, në mes. Dhe derisa të shfaqen prova konkrete, legjenda e vrimës së Melit do të vazhdojë të jetojë. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori?
Ndani mendimet tuaja në komente.